Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi përsëri në librin e Veprave të Apostujve dhe në këtë datë, në datën 21 të prillit, kisha na nxit të lexojmë nga ky libër kapitulli 4 vargu 1 deri në vargun 10. Më konkretisht lexojmë: ndërsa ata po i flisnin popullit për ifterin, komandanti i tempullit dhe saduqejt u turën mbi ta, të zemëruar sepse mësonin popullin dhe shpallnin në Jesuin ringjalljen e të vdekurve. Dhe i shtin në dorë dhe i futën në burg deri të nesërmen sepse ishte ngrysur. Por shumë nga ata që kishin dëgjuar fjalën besuan dhe numri i burrave u bë rreth 5000. Të nesërmen krerët, pleqët dhe skribët u mbyllën në Jeruzalem, bashkë me kryepriftin Ana dhe me Kajfën, Joanin, Aleksandrin dhe gjithë ata që i përkisin farefisit të kryepriftërive. Dhe si nxorën aty në mes i pyetën: me ç'pushtet ose në emër të kujt e keni bërë këtë? Atëherë Petro, i mbushur me frymë të shenjtë, u tha atyre: krerët të popullit dhe pleqët të Izraelit, nëse ne sot gjykojmë për një mirësi që ju bë një njeriu të sëmur për të ditur si u shërua ai, le ta njihni të gjithë, ju dhe mbar populli i Izraelit, se kjo bën në emër të Isu Krishtit Nazareas, që ju kryqëzua dhe që Perëndia e ringjalli për së vdekursh. Me anë të tij, ky njeri del para jush i shëruar plotësisht. Pra, kjo është ajo çfarë lexojmë sot nga libri i Veprave të Apostujve dhe përsëri është një dëshmi paskale, një dëshmi për ngjalljen e Krishtit. Por le të marrim varg më varg. Më konkretisht shikojmë në vargun e parë, 2 dhe 3 ku na thuhet: ndërsa ata po flisnin popullit për ifterin, komandanti i tempullit dhe saduqejt u turën mbi ta, të zemëruar sepse e mësonin popullin dhe shpallin në Jesuin ringjalljen e të vdekurve, dhe i shtin në dorë dhe i futën në burg deri në nesërmen sepse ishte ngrysur. Pra, në këto vargje na tregon alarmin që patën priftërinjtë dhe kryepriftërinjtë, saduqejt, të cilët shikonin autoritetin në rritje të apostujve tek populli, sepse apostujt jo vetëm me fuqinë e Isu Krishtit kishte shëruar një njeri të çal, që askush nuk mund ta kishte shëruar deri në atë kohë, por aq më tepër ata dhe predikonin për Krishtin e ngjallur. Patjetër që kjo nxiti interesin e turmave dhe shumë njerëz filluan të besojnë në Isu Krishtin dhe të pagëzohen, por alarmoi edhe ata që kishin urdhëruar kryqëzimin e Krishtit, flasin për kryepriftërinjtë, të cilët vinin nga sekti i saduqejve. Saduqejt ishin një sekt të cilën nuk besonin në ngjalljen e të vdekurve. Dhe prandaj këtu kemi në një përplasje doktrinale, pra të një herezie me një të vërtet. E vërteta ishte Krishti i ngjallur, që nuk është vetëm ngjallja e Krishtit, por është paralajmërimi i ngjalljes së vdekurve dhe herezisë që kishin saduqejt dhe aq më keq dhe kryepriftërinjt që nuk besonin në ngjalljen e të vdekurve. Pra, duhet dim se gjithmonë do ketë konflikte ndërmjet të vërtetës doktrinale që Kisha Ortodokse e parashtron me dashuri tek të gjithë njerëzit, duke respektuar lirinë e çdo kujt, por edhe kundërshtimin që do vi edhe nga herezitë të ndryshme që e kundërshtojnë doktrinën e Kishës, që ka si themel kryqëzimin dhe ngjalljen e Zotit ton Jezu Krisht. Në vargun 4 na thuhet: po shumë nga ata që u kishin dëgjuar fjalën besuan dhe numri i burrave u bë rreth 5000. Pra, këtu mësojmë një të vërtetë shumë të madhe, edhe pse apostujt arrestohen, mesazhi apostolik ngjallësor për Krishtin nuk ndalet, sepse njerëzit i vinin rëndësi fjalës së apostujve, që nuk ishte thjesht një retorik, ishte një fjalë e shoqëruar me fuqi, me mrekulli, siç ishte edhe rasti i shërimit të një njeriu të smur, të çal, dhe kështu që njerëzit i shtoheshin komunitetit të krishterë në Jeruzalem. Në ditën e Pentekostis u pagzuan 3000 veta, por mbas predikimit të apostullit Petro dhe Joanit dhe shërimit që i bën ti të çali, u shtua numri në 5000 burra. Pra, shikoni se si rritej me njerë komuniteti. Pra, këtu mësojmë të vërtetën se persekutimi, edhe pse që nga koha apostolike dhe deri më sot nuk i ka, si them, pushuar Kishës, persekutimi nuk e ka ndaluar veprën katekizuese të Kishës,
dhe dëshminë në Krishtin e gjallur, por përkundrazi ajo e ka përforcuar më shumë këtë dëshmi dhe ka sjell më shumë besimtar në Kish. Pra, do të dimë se periudhat më të vështira dhe më të rrezikshme në Kish janë periudhat e paqes, sepse shpeshherë edhe besimtarët bien në gjendje apatie. Kurse periudhat e përndjekjeve janë periudhat më të mira sepse njeriu pozicionohet realisht dhe e dëshmon besimin dhe aq më tepër edhe në dëshminë martirike. Dhe kështu Kisha përforcohet nga dëshmia martirike, nga gjaku i martirëve dhe shtohet numri i radhëve të saj. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, vargu 5 dhe 7 ku na thuhet: Të nesërmen krerët, pleqët dhe skripët u mblodhën në Jeruzalem, bashkë me kryepriftin Ana, Kajfën, Joanin, Aleksandrin dhe gjithë ata që i përkisin farefisit të kryepriftërive. Edhe pse apostujt arrestohen, si thash, mesazhi nuk dalet, por të gjithë ata që ishin kundër mesazhit apostolik, pra ata që ishin bashkuar në Sinedër, kryepriftri Kajfa dhe Ana dhe gjithë kryepriftërinjt ose priftërinjt që kishin edhe një lidhje familjare, të gjithë bashkohen në kundër jo vetëm Krishtit, që ata ishin bashkuar për të marrë vendimin e kryqëzimit të tij, por tash bashkohen për nxënësit e Krishtit. Dhe këtu përmenden ato figura të cilat janë shumë të spikatura, që lidhen, siç thash, me gjyqin e Isuit në Sinedër, por këta përsëri bashkohen duke keq përdorur autoritetin kryepriftëror dhe priftëror kundër apostujve. Dhe i bën një pyetje apostujt, një pyetje që ja bën edhe vetë Krishtit. Me ç'pushtet e bën këtë, pra i bët këtë veprime. Pra nuk është thjesht një kuriozitet, por ata e bëjnë këtë pyetje sepse e ndjen veten të sfiduar nga apostujt. Ashtu si Krishti nuk i llogariste ata, jo se nuk respektonte shërbesën priftërore, sepse Krishti mësonte dëgjojeni mësuesit e ligjit, po mos bëni si bënë ata, por Krishti si kryeprift ishte mbi kryepriftërinjt dhe më tepër si Zot ishte mbi të gjithë ligjin dhe tempullin. Por edhe apostujt kishin autoritetin e Krishtit dhe ata nuk mund t'i nështroheshin kapriçove të kryepriftërinjve dhe priftërinjve, të cilët besonin në herezira, siç ishte herezira që nuk kanë ngjallje të vdekurve, dhe aq më tepër kërkonin të eklipsonin ngjalljen e Krishtit dhe ndalonin apostujt për të predikuar në Krishtin e ngjallur dhe për të shëruar dhe bërë mrekulli me fuqinë e Krishtit të ngjallur. Dhe apostulli Petro, ashtu si dhe Krishti, përgjigjet me kurajo. Atëre Petro, i mbushur me frymë të shenjtë, u tha atyre: Krerët të popullit dhe pleqët e Izraelit, nëse ne sot gjykojmë për një mirësi që u bën një njeriu të sëmurë për të ditur si u shërua ai, le ta njihni të gjithë ju dhe mbar populli i Izraelit se kjo bën emër të Isukrit Nazareas, që ju e kryqëzuat dhe që Perëndia ngjalli për së vdekush, dhe me anë të tij ky njeri del para jush i shëruar plotësisht. Në këto vargje na tregohet kuraja e apostullit Petro. Shikoni çfarë ndryshimi kishte bërë shpirti i shenjtë tek apostulli Petro. Apostulli Petro, i cili për shkak të natyrës së tij ekspresive dhe egoiste e mohoi Krishtin, por u pendua dhe e rrëfevi mohimin dhe Krishti e fali, por shpirti i shenjtë e transformoi apostulli Petron nga një burr frikacak, që u friksua dhe nga një, si them, nga një shërbëtore e re, ai tashmë përpara turmës dhe turmës armiqësore dhe autoriteteve kryepriftërore, që ishin autoriteti më i lartë dhe kishin të drejtat dhe të dënonin njerëzit edhe me vdekje sipas ligjit, atëre apostulli Petro nuk ka frikë, por ai dëshmon i mbushur dhe i urtësuar nga Shpirti i Shenjtë. Dhe në mënyrë konkrete e lidh shërimin e të çalit, e lidh me Isu Krishtin Nazareas. Dhe pse përmend Isu Krisht Nazareas? Sepse ata, pra kryepriftërinjt dhe priftërinjt, e tallin Isuin, pra Nazareas vjen nga Nazareti. Nazareti ishte një krajinë, si them, e panjohur dhe e papërfillshme, dhe në një farë mënyrë i kishin vënë një nof Krishtin, pra është Nazareas. Nga Nazareti nuk mund dalë asgjë e mirë, por Krishti nuk ishte lindur në Nazaret, ishte rritur në Nazaret sepse ai kishte lindur në Betlehem, por këta nuk e dinin këtë ngjarje të Krishtit, prandaj dhe i vinin nofkën Nazareas.
Por ky ofendim që i bën Krishtit ishte triumf për vetë Krishtin, sepse Krishti edhe pse ofendoi, ai nuk të riqej, ai krevi gjithë veprën shpëtimtare që i caktoi Perëndia atë dhe triumfoi në kryq dhe në ngjallje. Dhe ju dha çdo pushtet në qiell edhe në tokë. Kështu që edhe Nazareti si një krahinë e humbur fitoi famë dhe sot është një nga vendet më të privilegjuara dhe është një nga vendet më të bekuara. Por shikoni çfarë thot Apostoll Petro, ju e kryqëzuat por Perëndia e ringjalli. Pra kontrasti. Kryepriftërinë duke keq interpretuar ligjin, por dhe duke keq përdor autoritetin, ata e akuzuan padrejtisht Krishtin dhe e dënuan padrejtisht, sepse ai tha të vërtetën, që është birë dhe fjala e Perëndisë, dhe ai përmbushi ligjin. Kur askush nga ata nuk e kishte përmbushur ligjin, por ata e kryqëzuan nga çmira, sepse populli po shkonte gjithë te Krishti dhe po ikte nga autoriteti i tyre, të cilët e kishin kthyer shërbesën kryepriftërore në profesion. Por edhe pse ata e kryqëzuan Krishtin për ta fyer Krishtin, sepse i mallkuar është ai që varet në dru, Perëndia e ngjalli dha dinjitet dhe pushtet Krishtit. Dhe kështu që vetë ngjallja e Krishtit ishte një akuzë për padrejtësitë e tyre. Këtë i thot Apostoll Petro. Dhe deklaron publikisht se shërimi i këtij njeriu nuk erdhi nga ne, po erdhi në emër të Isu Krishtit që është i gjallë, pra nuk është një njeri i vdekur, sepse i vdekuri nuk ka fuqi, po është i gjallë dhe vepron. Kjo është shumë e rëndësishme, kjo dëshmi paskale që tha Apostoll Petro, që është një dëshmi që Kisha gjithmonë e ka thënë pa frikë si institucion, por dhe në personalitete ndryshme të shenjtorëve, të cilët nuk kanë pasur frikë për të thënë se Krishti është i gjallë dhe Krishti vepron dhe vepron me fuqi. Prandaj, mesazhi kryesor i këtij fragmenti është e vërteta e besimit të krishterë lind edhe kur kemi kundërshtime, pra në përballjen e kundërshtimeve. Asnjëherë nuk duhet të riqemi kur ka kundërshtime për ato çfarë themi dhe për ato që ne i jetojmë, por duhet të vazhdojmë sepse e vërteta do triumfojë, se e vërteta e mund gënjeshtrën dhe e vërteta është mishëruar në personin e Jezu Krishtit që është i gjallë. Tjetra është fryma e shenjtë u jep besimtarëve, siç e tha Apostoll Petro, urtësi dhe guxim për të folur qartë në situata të vështira. Çfarë tha Zoti Krisht? Kur të dilni përpara autoriteteve, mos mendoni se çfarë do thoni, sepse shpirti i Atit do t'ju japë urtësi që t'i mundi dhe armiqtë tuaj më të ditur. Kjo ndodhi tek apostujt, kjo ka ndodhur te gjithë shenjtorët, kjo ndodh te gjithë besimtarët, të cilët edhe pse ndoshta nuk kanë pasur arsimimin, shpirti i shenjtë i ka bërë teolog, i ka bërë të guximshëm dhe kanë dëshmuar të vërtetën përpara autoriteteve si laike, por dhe autoritete fetare heretike. Dhe mu themi se Isui, nga ato çfarë tha Apostoll Petro dhe thot Kisha apostolike, është qendra e shërimit dhe shpëtimit. Prandaj në Kish është Krishti dhe në Kish bëhet edhe shpëtimi i shpirtit dhe i jetës, por dhe shërimi i trupit. Dhe kjo është dëshmia që bën gjithmonë Kisha. Prandaj të dashur krishterë, duke pasur parasysh këto fjalë të Apostoll Petrus, se kemi edhe neve si busull orientuese dhe frymëzuese, që jo vetëm ta jetojmë Krishtin e ngjallë në jetën tonë, por dhe ta dëshmojmë pa pasur frikë ndaj çdo autoriteti, si heretik, por edhe laik që është kundër dëshmisë se Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim. Krishti u ngjall.